Sigurisht do t'im shumë i kujdesshëm që të tërheq paralele, për shkak se çdo rast është specifik dhe unë nuk jam nga ato studiues që besoj shumë të suksesshme, sepse mendoj që është rasti më i suksesshëm i shtendërtimit, sigurisht ka probleme të cilat mbeten, por nuk ka kthim mbrapa në Serbi, nuk ka kthim mbrapa në dhunë, nuk ka kthim mbrapa në luftë. Dhe unë mendoj që edhe plani 20 pikësh i presidentit Trump në një farë mënyrë i jep mundësi paqes së qëndrueshme dhe mandej diskutimi për të ardhmen e Gazës dhe territoreve palestineze. Pra ju mendoni që ky bord është ide e mirë? Unë mik është një farë, ky bord është në një farë mënyrë një lloj unë miku për Palestinën, ose një lloj supervizimi ndërkombëtar që është bërë Bosnjës. Po ashtu raste të tilla ka pasur edhe në vende të tjera në Timorin Lindor, në fund viteve 90, dhe të gjitha këto ndërhyrje ndërkombëtare me qeverisje tranzitore, të cilat kanë pasur efekte anësore në qeverisje, në stabilitet, në ndërtimin e institucioneve, në efektet afatgjata që ata kanë në aftësinë e këtyre shoqërive për të marrë në dorë fatet e tyre, por megjithatë në të gjitha rastet ato kanë quar drejt shtetësisë. Edhe rasti i Kosovës e tregon këtë, Bosnja gjithashtu, Timori Lindor po ashtu. Pra unë mendoj që më shumë se sa për Izraelin, plani 20 pikësh i presidentit Trump është një mundësi e artë për palestinezët. E kuptoj. Sigurisht edhe Izraelit i shërben sepse shfaros njëherë për gjithmonë Hamasin, e demilitarizon, i ndalon çdo rol në qeverisjen e ardhshme të Gazës, pra i garanton në një farë mënyrë Izraelit që në Gaza dhe në territoret palestineze nuk do të ketë veprime të armatosura apo terroriste kundër shtetit Izraelit. Megjithatë, vështirësinë në fund të ditës unë e shikoj edhe tek çastet që ka kryeministri Netanyahu ndaj këtij plani, të cilin edhe ai, të thënë drejtën, pjesërisht e pranoi. Do pranoj ai të largohet nga Gaza? Për shkak se kryeministri Netanyahu është përfaqësuesi i asaj gjenerate politikanësh në Izrael, i cili ka qenë gjithnjë në cep, pra në ekstremin e zgjidhjes së mundshme të problemit me Palestinën. Sepse ai nuk e pranon deri më tash idenë e dy shteteve. Të tëra është gjëra e dieshme të protestës që mbasi regjia do të më sjell pas pak pra protestës që u zhvillua, protestave dhe grevave që u zhvilluan ditën e dieshme, duke sikur shenjonin Netanyahun. Kishte shumë postera me fytyrën e tij e cila shpesh edhe ishte shformuar, duke sikur ja hedhin atij faj. Megjithatë nuk largohet nga posti i tij, po e përdor për ambicet e tij politike, po e përdor të luftë për ambicet e tij politike, apo po e bën për Izraelin? Theksoj edhe një herë që ambicet politike të politikanëve dhe interesat shtetërore shpeshherë përputhen, shpeshherë jo. Por në përgjithësi njerëz të cilët synojnë që të kenë një trashëgimi historike në rolin e tyre në qeveri, synojnë që këto dy interesa t'i bëjnë bashkë. Edhe mendoj që sigurisht ka interesa politike pas kësaj, sepse një pjesë e kabinetit qeveritar përbëhet nga ministra të cilët janë përzgjedhjen radikale të problemit të Gazës, dhe një dakordsi e Netanyahut e cila shkon në kundërshtim me idetë e tyre për një zgjidhje radikale të problemit të Gazës mund të shkaktonte probleme në koalicionin qeverisës, por edhe në trashëgiminë e tij politike, sepse ai, siç duket, ka premtuar që do ta zgjidhë këtë problem një herë për gjithmonë. Zgjidhja që ai deri më tash ka ndjekur ka qenë në një farë mënyrë radikale, sepse synoi bashkë me shfarosjen e Hamasit edhe në një farë mënyrë vendosjen në Gaza të trupave ushtarake, dhe një lloj okupimi të Gazës. Çka mendoj që nuk është e qëndrueshme, sepse asnjë lloj pushtimi nuk funksionon, asnjë lloj qeverisje në territoret pushtuara nuk funksionon nëse popullata që jeton aty nuk e njeh autoritetin tënd si legjitim. Kujtoj këtu që në Gaza jetojnë rreth 2 milion banor, dhe në asnjë moment ata nuk do ta njihnin autoritetin e shtetit Izraelit si një autoritet legjitim. Dhe prandaj nuk do të kishte paqe të qëndrueshme as qeverisje të qëndrueshme në Gaza.